Është e treta ditë rjesht, që Zoica me nicë. Çu. Po, unë do ta marr në se. Të kisha i në për të mësuar të filmoja gjysmë në fshatit e të mos ta mberte vesh njeri. Sonte mos më fut në shtrat, më dukesh si gjarpër. Laku peti pa djemë. Në mbetën vajzat pa martuar. Ali djemëve më i madh. Unë tha Zoica që i kishe thënë Basilua. E pashte vetë në sy. Si do dalim sy të botës, çdo të bota, more, çdo të bota. Kujdes me fjalën, zonjës me çantë. Kujdes me fjalën, dhe ti zotëri. Pushteti i fjalës është i veçantë. Gatuan male dhe ka kërdhi. Me fjalën rrjedhin përrejnë me mjalt, pikojnë qesma me helm të zi. Kujdes me fjalën, zonjës me çantë. Kujdes me fjalën, dhe ti zotëri. Nga fjala humbon ju dhe Pilat, strateg e mbretër me mbretëri. Kujdes me fjalën, zonjës me çantë. Kujdes me fjalën, dhe ti zotëri. Kur fjala nxirret nga buzët jashtë, si dallandyshja, skthehet në shtëpi. Kujdes me fjalën, zonjës me çantë. Kujdes me fjalën, dhe ti zotëri. Unë fjalën vetë e shtroj në kartë, dhe brenda syve se ç'është e di. Kujdes me fjalën, zonjës me çantë. Kujdes me fjalën, dhe ti zotëri. Përshëndetje të dashur miq, mirë se keni ardhur në Intimitet. Jemi në episodin e 12. Jam në studio bashkë me Marselin. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Marcel, mirëmbrëma të gjithë atyre që kanë vendosur të na dëgjojnë. Ne sot do të diskutojmë për një temë që na është dukur e bukur për të folur edhe për të thelluar në të, bëhet fjalë për pushtetin e gjuhës. Në një nga shkrimet e tij në faqen Family Life, gazetari dhe redaktori David Bowie shkruan: "Po ecja në lagjën time këtë mëngjes, dhe gati 5 minutat e para isha i humbur në mendime. Mendoja për një sfidë me të cilën po përballesha. Ndoshta do të ishte më e saktë të thoja se isha i dëshpëruar. Do kisha dashur të mos merresha fare me të. Isha i tensionuar dhe nervoz. Kalova pra një burri që po tërhiqte disa mbeturina drejt fundit të hyrjes së shtëpisë së tij dhe i bëra me kokë për ta përshëndetur. Pastaj ai foli diçka të thjeshtë që ma ndryshoi ditën. Sot është mëngjes i bukur për një shëtitje, apo jo? Pa menduar gjatë u përgjigja. Me të vërtetë, është perfekt. Pastaj hodha syt rreth rrotull dhe mendova. Ky është vërtet një mëngjes i bukur. Koha ishte e freskët, rreth 18 gradë. As shumë nxehtë dhe as ftohtë. Nuk frynte erë. Ishte aq qetë sa dëgjoj cicërima e zogjve kudo. Humori im ndryshoi plotësisht dhe fillova të gëzohesha për ditën që Zoti më kishte dhënë. Nuk gjeta ndonjë zgjidhje për problemin që më shqetësonte, por ndjehesha ndryshe për të. Dhe gjithçka filloi kur një i panjohur tha diçka pozitive. Kjo më kujtoi fuqinë e fjalëve tona. Përdorimi i kësaj fuqie për mirë është një nga sfidat më të rëndësishme të jetës martesore. Nëse do të ishte e thjeshtë për ne që të nxirnim nga goja vetëm mjalte shumësht me partnerin, ky episod nuk do të kishte kuptim. Por të gjithë e dim sa e vështirë është. Si fillim lufta me mendimet tona edhe vetë përmbajtja për të mos thënë gjëra që e lëndojnë apo shkatërrojnë marrëdhënien. Bibla shpesh flet për fuqinë e gjuhës edhe për vështirësinë për ta kontrolluar atë. Ka disa vargje që na tregojnë këtë gjendje të vazhdueshme tonën. Po kështu edhe gjuha është një gjymtyrë e vogël, por mburret për gjëra të mëdha. Ja, sa lëndë të madhe ndes një zjarr i vogël, dhe gjuha është një zjarr, një botë pa udhësie. Kështu është gjuha midis gjymtyrëve tona, që e ndot të gjithë trupin e i vëzjarin rrjedhës së natyrës, dhe vetë ajo ndizet zjarr prej ferrit. Sepse çdo specie, shtazësh, zojsh, gjarpërinsh e gjërash të gjalla në det, zbutet dhe është zbutur nga njerëzimi, por gjuhën nuk e zbut dot njeri. Është një e keqe e pashtrueshme, përplot me helm vdekjeprurës. Me këtë gjuhë ne bekojmë Perëndin, pikërisht Atin, dhe po me këtë mallkojmë njerëz, të cilët janë bërë sipas përngjasimit të Perëndisë. Po të mendojmë pak.
Njeriu ka arritur të kontrollojë pothuaj shumë gjëra në natyrë, por jo gjithmonë veten e tij. Dhe ndoshta më e vështira për të kontrolluar janë fjalët. Robert Lee, një predikues amerikan, përdor një ilustrim shumë të fuqishëm për këtë. Ai flet për elefantët, luanët, tigrat dhe pastaj për gjuhën e njeriut. Ai thotë, njeriu ka hyrë në xhungël dhe ka zbutur elefantin. E ka bërë të punojë, të tërheqë, të mbaj pesha, ka kapur tigrin e egër dhe e ka bërë që ai të realizojë shfaqjen në cirk. Ka marrë luanin, simbolin e fuqisë dhe e ka mësuar të kërcej në përradh zjarri. Në thelb mesazhi është ky, pra njeriu ka arritur një nivel kontrolli të lartë mbi botën fizike. Ai ka mposhtur frikën që jep natyra, por pastaj vjen kontrasti. I njëjti njeri që kontrollon luanin e ka krijuar një botë ku edhe kafshët më të rrezikshme duken të nënshtruara. Pse nuk mund të kontrolloj gjithmonë atë që del nga goja e tij? Sepse Denila ndryshe nga kafshët në cirk, fjalët nuk janë të lidhura me zinxhir. Ato dalin shpejt, me hov, pa paralajmërim, pa mundësi kthimi prapa. Këtu lidhemi lehtësisht edhe me studimet që tregojnë që fjalët negative aktivizojnë zonat të trurit që lidhen me dhimbjen edhe stresin emocional. Pra, truri nuk e dallon gjithmonë nëse është dhimbje fizike apo dhimbje emocionale. Ndoshta keni dëgjuar që shumë shpesh themi me njëri tjetrin, "Ema mos e merr personale" apo Me modësh ti. apo vetëm fjalë ishin, jo ndonjë gjë e madhe. Megjithatë, shkenca nuk bie dakord me këtë gjë. Një studim i vitit 2019 përmes imazherisë së trurit tregoi se fjalët negativet dhe ato të lidhura me dhimbjen aktivizojnë zona specifike të trurit që lidhen me përjetimin real të dhimbjes. Pra, truri nuk i trajton fjalët vetëm si tinguj, ai i përjeton ato. Disa fjalina ndjekin për vite. Njerëzit harrojnë debate të tëra që mund të kenë bërë për çështje nga më të ndryshmet, por nuk harrojnë fjalë të tilla si ti nuk vlen, ti je problemi, ti nuk je mjaftueshëm, ti vazhdimisht më zgënjen. Në studim u vure se u aktivizuan zona të trurit të cilat studiuesit referojnë se lidhen me dhimbjen emocionale, stresin dhe përpunimin emocional. Pra, një fjalë mund të mos lërë maviosi në trup, por mund të lërë gjurmë neurologjike. Pse një fjalë negative peshon më shumë? Në një nga tekstet që lexuam, ne ndeshëm në një histori të tillë. Imagjino një vend të bukur turistik. Në këtë rast bëhet fjalë për Floridën. Një nën në Cape Canaveral po i bërtiste djalit të saj 6 vjeçar. Po mi shkatron pushimet. Je një fëmijë të mërshëm. Edhe autori thotë, ajo mund t'i ketë thënë 10.000 herë të dua, por ato fjalë mund t'i kenë zbehur të tjerat edhe nuk kanë kaluar pa një ndikim tek fëmia. Duket se truri ynë ka një prirje drejt negativitetit. Një mekanizëm që na bën të fiksojmë gabimet më gjatë. Kështu ruajmë më gjatë eksperiencat negative se sa ato pozitive. Kjo është arsyeja pse një kritik mbahet mend më gjatë se një kompliment. Një poshtrim mund të jetojë me vite në kujtesë, dhe një koment i keq mund të ndryshojë mënyrën si dikush e veten. Fjalët kanë shumë fuqi emocionale. Në Shqipëri, patjetër si në shumë kultura mesdhetare, ne shfaqim shumë emocionet. Ne shprehim me fjalë shumë dashuri, por kemi edhe konflikte të forta verbale. Rrjetet sociale pastaj e kanë bërë shumë të qartë ashpërsinë, sepse aty duket se humbet edhe filtri social që na përmban disi. Pra, siç tham, fjalët kanë shumë fuqi emocionale, por ato shpesh përdoren pa filtrin që do të minimizonte dëmin. Edhe ndonjëherë normalizohen si një gjë e zakonshme. Ndërkohë që vetë ndikimi i tyre në shoqërinë tonë mund të nënvlerësohet. Ajo që besoj personalisht është se problemi që kemi me fjalët është universal. Pra njerëzit në mbar botën vuajnë për të përmbajtur gjuhën e tyre nga hidhësia, siç themi në Shqipëri e kafshojnë gjuhën me dhëm. Por nëse flasim për kontekstin ton, le të mendojmë pak. Duket se problemi nuk është vetëm a janë fjalët të forta, por a kemi kulturë reflektimi për atë që fjalët i shkaktojnë tjetrit pasi thuhen. Fjalë të tipit nuk bërë një herë një punë tamam. Sa herë kemi dëgjuar nga mamat tona këtë. Sa herë të duash. Si se bërë një punë të hajrit, si nuk e bërë një punë për të qenë. Qa do thot bota, po ta marrë vesh. Ajo bota e shkret, nuk na ka munduar gjithë jetën. Po ta marrë vesh bota. Është shumë e rëndësishme po ta marrë vesh bota, se në shumë kultura ballkanike, si në tonën, bota bëhet gjykat. Të gjithë kemi parë filmin 14 vjeç dhëndër dhe e shohim sa herë dhe sot e kësaj dite. Ndoshta fjalia më e frikshme nuk është një sharje, por
Po ç'do të thot bota? Bota ç'do të thot? Edhe kështu njerëzit fillojnë të martohen për botën, të heshtin për botën, të durojnë për botën, të mos kërkojnë ndihmë, sepse si do duket kjo për botën? Në veprën 14 vjeç dhëndër, ka shumë batuta që lidhen me mënyrën si flasin personazhet me njëri tjetrin, edhe shpesh me ironi. Autoritet, turprim publik, thashë theme dhe kontroll verbal. Fiq Gjino, se do t'i hanë të tjerët. Kja e fiqve. Në këtë rast është një batutë e cila përdoret si simbol i presionit edhe taljes sociale. Italjes sociale, Italjes së hapur. A përdoret për ta bërë tjetrin të duket më poshtë se vetë personi. Patjetër. Tanë, ruaj burrin. Me këtë kemi qeshur sa të duash, po dhe me këtë të fiqve, po. Batutë ikonike për xhelozin dhe kontrollin në marrëdhënie. Ose pse nuk e mban shtëpinë si filania. Kjo e krahasimi tipike për mënyrën kritikuese dhe krahasuese të komunikimit në çift. Pra gjithmonë krahasimi me tjetrin. Baçja e tjetrit është gjithmonë më e mirë. Ose një batutë tjetër nga filmi. Gruaja është për punët e shtëpisë. Një martesë u dëmtua nga një burrë që nuk arriti të kuptonte fuqinë e fjalëve të tij. Ai mendon se gruaja e tij duhet të bëhet më organizuar. Ajo është një natyrë orientuar drejt njerëzve edhe njihet për shpirtin e saj të dhëmshur, por nuk është anvisa më e mirë. Përveç kësaj, ajo është e zënë duke u kujdesur për 4 fëmijët e tyre. Burri shkruan lista detyrash që ajo duhet i përfundoj. Dhe e telefonon disa herë në ditë për të kontrolluar përparimin e saj, si edhe për t'i shtuar gjëra të tjera në listë. Nëse ajo mbetet prapa, ai e sulmon me një lumë kritikash të ashpra. Shpesh humbet durimin kur ajo nuk i përfundon detyrat. Më keq akoma, kur vizitojnë shtëpitë e miqve, ai pyet: "Pse nuk mund ta mbash shtëpinë tonë po aq pastër sa kjo?" Tani çfarë mendoni se mendon ajo për veten pas një dekade martesë? Fjalët e kritikës edhe kontrollit kanë lënë plagë të thella që mund të kërkojnë vite për t'u shëruar. Vetëm një serim të vogël, ne nuk po sugjerojmë që shqetësime në lidhje me mirëmbajtjen e shtëpisë, organizimin dhe bashkëpunimin të mos bëhen. Kemi folur gjatë për këtë në episodet e para, është shumë e rëndësishme të flasim edhe të kuptojmë se jemi në një ekip, por është tërësisht një gjë tjetër, kur bëhemi kontrollues, kritikues edhe thumbues me fjalët tona. Kështu ne vetëm i paralizojmë marrëdhëniet që kemi. Sigurisht. Mendoni cila është një gjë pozitive dhe inkurajuese që mund t'i thoni bashkëshortit ose bashkëshortes suaj sot. Çfarë fjalësh mund të përdorni për t'ia ngritur humorin? Çfarë fjalësh vlerësimi mund të thoni? Si mund ta drejtoni njëri tjetrin drejt së vërtetës së fjalës së Perëndisë dhe premtimeve të tij? Nëse një i panjohur mund të ketë ndikim në humorin ton me një koment të thjeshtë, mendoni sa fuqi mund të kenë fjalët brenda shtëpisë suaj. Fjalët kanë fuqi, por a mund të shpëtojmë vërtet nga ato që kemi dëgjuar? Është pyetje e vështirë, Denila. Sepse sapo një fjalë hyn në sistemin ton. Ajo thon direkt drejt 2 zonave kryesore të trurit që diskutuam sot. Së pari drejt korteksit singular të përparëm që ndez alarmin emocional dhe së dyti drejt korteksit prefrontal dorsolateral që përpiqet të analizojë dhe të marrë kontrollin e situatës. Po, edhe problemi i madh këtu është se truri ynë ka një prirje natyrale drejt negativitetit. Ne kemi tendencën që të fiksojmë fjalët e këqija, kritikat apo skenaret e frikshëm. Madje studimet nga US National Science Foundation tregojnë se nga mira mendime që na kalojnë në kokë gjatë një dite, plot 80% e tyre janë negative. 80%. Kjo tingëllon si një kurth mendor, ë? Po ta mendosh, po trisht ta mendosh. Po mirë është pakin që me këtë 20% që nuk e mendoj. Pra jo, ideja është që 80% e mendimeve tona janë negative, pra kanë prirje ndjenje negative. Okej? Tash me 20% ne rrim mendojmë që 80%, imagjinoje. Me 20% që kemi pozitiv, rrim mendojmë që 80% i kemi negative. Të shiko, është interesante, 20% kemi që mendon pozitivisht. Okej? Pra të shi me këte 20% këta shkencëtarë të famshëm, me 20% që mendon pozitivisht, kanë kaluar gjithë jetën duke menduar se si ne mendojmë negativisht. Ti jetë më shumë.
mendimet që ti ke gjatë ditës, e ke vënë re, i ke më shumë mendime negative apo pozitive? Ja mendim, shiko, tash unë me thënë drejtë nuk e di se nëse i kam mendime, shpresoj ti kem pozitive dhe me sa di unë, nuk mendoj që 80% e mendimeve të ditës time i kam negative, me thënë drejtën. Shumë mirë. Po si ka mundësi? Sepse, jo, njëre gjithmonë ta 20%, po 20%. Pa tjetër që Perëndia nuk na ka lënë pa një ndim, edhe kur Zoti në fjalën e tij na ka kërkuar që të kemi kujdes me gjuhën tonë, ai nuk pret që ne ta bëjmë këtë nga vetja jonë, sepse duket që kjo gjendje, pra vështirësia për të përmbajtur gjuhën, e shoqëron njeriu, duke qenë që mëkati e shoqëron njeriu. Ne kemi folur për ungjillin edhe për shpresën e vërtet, si na ndihmon ungjilli në këtë çështje. Duke kuptuar që fjalët si fillim janë çështje zemre. Pra janë koncepte të cilat ne i formosojmë brenda trurit tonë, ne folëm për mendime të cilat bëjnë ato rrugët e tyre repetitive, mendime të cilat mund të jenë të mëkatshme, edhe patjetër që bëjnë që dhe fjalët të cilat dalin nga goja jonë mos të jenë të mira. Kështu që një nga gjërat të cilat ne vërtet ju inkurajojmë të mendoni sot është për faktin që ne deri tani mendoj në disa episode kemi trajtuar që kemi hijen tonë, kemi anën tonë të errët, edhe lehtësisht kuptojmë që jemi mëkatarë, që kemi nevojë për një shpëtimtar. Dhe në momentin që ne i besojmë Zotit Jezus si Zot dhe shpëtimtar të jetës sonë, fryma e shenjtë na ndihmon për të kuptuar këtë anë të errët që kemi brenda vetes. Dhe Bibla, që është autoriteti final për atë që beson, është një lloj pasqyre ku ne mund të shohim veten edhe anët e errta dhe po ashtu na mëson se si mund ta riformatojmë mendjen tonë, si mund të rikrijojmë edhe një herë këto rrugët tona neurale, këtë radhë për të krijuar ide dhe mendime të cilat janë pozitive. Le ta bëjmë këtë më së miri me fjalën e Perëndisë, të shkruajmë premtimet e tij, të meditojmë mbi atë që gjendet aty. Edhe patjetër që prej nesh do të rrjedhim më lehtësisht, e vërteta edhe e bukura. Deri në episodin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Mirë dëgjofshim.